Ashtë dashuria e Jezusit që po ta fillon, do më fillon vitën, edhe po e vazhdon, po nuk është ajo. Kështu që, ndërsa bëjmë afër fundit, disa nga gjërat e tjera që Jezusi po është kjo, që thotë çdo pi do të kishte njeriu, po të fitonte mbar botën dhe të humte ose të rënojë vetvete. Tani, kur bëhet fjalë për fitimin e botës, Jezusi këtë simbolizon të lavdinë e njerëzve, që çdo energji që ti ke, çdo mundësi, çdo talent, ja përkushton për të mirën e botës, po jo për të mirën e përjetshme. Tani, kur bëhet fjalë për këtë, më e rëndësishme për ne njerëzit është ku do marrojë ai një krijuesi, edhe ku do të vejë shpirti jonë. Në varë, s'kemi për të marrë asë gjë, ose në qoftë se do të marrë, do të kalbën aty ku do të lejë. Po shpirti jonë do të marrë, po do të marrë për të shpënë ku. Edhe Jezusi të shumë, që është me do bishme të undësh, çdo gjë do të fitosh shpirtin se sa e nësjetër. Kështu që apo investon në gjërat të përjetshme, apo në këto tokësore. Edhe e fundit që Jezusi po të varë 26, ka të bëjë me këtë, ka të bëjë me turpin, kur thotë, por edhe biri njeriu, kur të vinë në lavdinë e tij, e me lavdinë e Atit dhe të anjëve, të shenjtë, do të ketë turp për ata që kanë turp nga unë, apo nga fjalët e mia. Tani, Jezusi paralajmëron këtë. Paralajmëron këtë që refuzimi i Jezusit këtu në tokë do të jetë refuzimi jonë për të jetuar me Jezusin në përgjithësi. Kjo është ajo që Jezusi po thotë. Tani, ne kemi nevojë që jo vetëm ta pranojmë Jezusin në zemrat tona, por ta pranojmë